Përshëndetje të nderuar shikues e ju adhurues të basketbollit, pritjes I erdhi fundi dhe Pro Kredit Superliga tashmë po starton me një super ndeshje. Golden Eagle Ylli si Gal Prishtina do ta hapin këtë edicion I cili pritet të jetë një nga edicionet më kualitative. Po e shohim pesë statuese të skuadrës së Golden Eagle Ylli, Lovre Bashić starton, Zimorina, Hoffman, Allen dhe Erion Kastrati, Azemi Burns, Janjeva, Autry dhe Istrefi. Gjithçka gati për startuar dhe topi parë në duar te kapiteni të skuadrës së Golden Eagle Ylli. Janë 2 javë pushim deri me datën 18-19 kur do të vazhdojnë. Bashić bukur e kthen ato blokad monstruoze. Bashić dëgjuan për 3. Është I sakt. Vin pikët e para edhe të skuadrës Golden Eagle Yllit. Tek Hoffman topin bukur për të realizuar në sekundën tek Arian Azemi e qenë depërtimin e kthen bukur topin tek Kramer I cili realizon aksioni bukur nga Arian Azemi. Bashić tek Shoshi për një tjetër aksion të bukur në anën tjetër. Liz Shoshi me ngulitje. Autry bukur të Kramer, blokohen nga Liz Shoshi. Kastrati bukur Erian Kastrati. Bukur ai topi Don Polushkës për Autry I cili shkon deri në fund, realizon për 12-16. Kakruki Ize bukur e Valmir Kakrukit I cili realizon edhe Kakruki. Strati Liz Shoshi bukur tek Rings I cili me ngulitje përfundon aksionin. Aksioni bukur I skuadrës Golden Eagle Yllit, pikë të para në qerikun e dytë të randazve. Topi humburi Larry Thomas direkt në duart të Arian Azemi që të shkon deri në fund, realizon. Strati gjuan për 3. I shkurtër nuk realizoi, por topi u kthye në duart e tij dhe asiston për Reese. Almir Kakrukit teksa vjen tjetër aksioni bukur I skuadrës së Golden Eagle Yllit. Azemi bukur të Kakruki, lëvizje e mire Valmir Kakrukit që shkon deri në fund. Bukur ai topi Autry tek Burns I cili realizon. Tani topi vjedhur, lëvizje e mirë kundër sulm. Burns me asist perfekt për Bailey. Aksion fenomenal I skuadrës si Gal Prishtinës e detyron bankën e Golden Eagle Yllit të kërkojnë time out. E shohim edhe një herë me ndihmën e tabelës. Asistoi për Bailey. Aksioni më I bukur deri më tani në këtë ndeshje. Bashić sekondat e fundit të aksionit, Zimorina deri në fund, kapiteni shkon për të Golden Eagle Yllit. Topi 7 I humbur bukur. Asistimi Don Polushkës për Bailey I cili realizon. Bashić, Zimorina për 3 pikë, gjuan kapiteni për të ndezur atmosferën në palestër, realizon. 26-35 tashmë ngjallet edhe publiku. Bukur asistim perfekt I Zimorinës për Liz Shoshin. Burns deri në fund shkon, realizon. Burns për të përgjigjur me treshe, realizon me një herë. DeAndre Burns 35-20. Burns bukur tek Autry I cili shkon deri në fund, nuk arriti aty Liz Shoshi. Autry ndalet në gjysmë distancë, qëllon skuadra e Golden Eagle Yllit, tjetër topi I humbur Autry. Bukur e shmang Lovre Bashićin për të realizuar një Prishtinë që e nisi më mirë, asistimi bukur aty për Deberton Burns. Gjen Arian Azemi që gjuan për 3 pikë, realizon Arian Azemi.
për të rikthyer përsëri prej 10 pikëve. Azemi dalet në gjysmë distancë, Arjan Azemi edhe një herë është i sakt. Bashic ton për 3 pikë realizon të ti 25-55, atë kemi përgjigje me Treshe Pollushka. Të ka Kruki në sekundën e fundit të aksionit jetë. Në anën tjetër, Allen nga gjysmë distanca guard. Thomas blokohet nga Bailey. Fenomenal. E shojmë edhe njerë momentin dhe blokatën e Bailey. Ka dhe pas të rëtovi përfundon jashtë. Do gjuan për 3, Arjan Azemi realizon një Treshe. Nuk e priti kërkush që të tenton nga jo largësi e madhe, plus Larry Thomas do gjuan në anën tjetër, realizon Larry Thomas. 54-67. Allen, bukur, Allen deri në fund. Janë tentimi nga Burns. Situata teksa shohim realizimin e tij në sekondat e fundit. Mirën sonte publiku, definitivisht i duhet për kraja yllit të bën diçka më tepër. Pasi po e shohim Prishtina që po e merr me një herë kontrollin mbi. Bailey, cili shkon deri në fund, Bailey realizon. Deri në fund shkon Allen, realizon nga gjysmë distanca. Teksa vin pikët në anën tjetër, Larry Thomas. Bukur Allen, vet deri në fund shkon. Soli aksioni ti, le të kaloj Altrin dhe me ngulitje përfundon aksionin, shtrihet në 6-6 me 74 rezultati. 2 minuta e gjysmë deri në Larry Thomas tek Allen, gjuan për 3, Allen realizon Treshe. Allen deri në fund shkon me faul, pete që shka e hapër, 72-78. Allen për 3 pikë, realizon Allen. Fenomenal, 75-78, të thash që shka është e hapur tani më. Erion Kastrati ka topin, sekundat e fundit, Erion Kastrati nuk arrit të realizon për të barazuar rezultatin. Sigal Prishtina arrin fitore në fund, dramë e vërtet në 13 qershori.